Kur thoni që në Partinë Socialiste grupohen për të shkarkuar Ramën ose për të kërkuar një emër të ri, siç thoni ju, që mund të jetë Arion Braçe, në këtë rast ka përplasje klanesh në Partinë Socialiste apo është një grup që është bërë në blok kundër Edi Ramës? Shiko, ka një dorë, pavarësisht se grupet aty janë, ne kemi informacione që Belinda kërcënoi jo vetëm Ramën, por edhe Gerta Manasteliun edhe Spiro Pali. Dhe pam pastaj që Spiro Pali doli në deklaratë dhe tha, ne nuk merrem me punë të drejtësisë, kush ka bërë shkelje të dali para drejtësisë. Pra, lufta aty ka dalë dhe hapur. Kemi mediat afër pushtetit të cilat akuzojnë njëra tjetrën. Po. Pra, në mos gaboj, tek ABC-ja thoshte që Report TV-ja po kërkon që Rama të heqë ballukun. Pra, pushteti si politik, si mediatik, po zjen. Por që ndërimi i pushtetit, ose më saktë, ndërimi i kryeministrit është një tentativë ose një dëshirë e socialistëve për ta mbajtur pushtetin deri në 29. Pra dakord me Ramën nuk vazhdohet më, por ne duhet të qëndrojmë pushtetin edhe 4 vjet jemi votuar dhe po ndrojmë kryeministrin. Ndërkohë, nga ana jon kjo nuk mund ndodhi sepse këta janë një qeveri ilegjitime. Këta nuk kanë fituar zgjedhjet, e kanë vjedhur zgjedhjet. Dhe që vendi duhet të shkojë në zgjedhje parakohshme me qeveri teknike. Nuk është se thjesht është i problem i kryeministrit dhe i Partisë Socialiste. Problemi është i Shqipërisë. Shqipëria rrezikon destabilizimin sot. Sepse organizata terroriste janë bërë jashtëzakonisht fuqishme, saqë shkojnë e vrasin në mes të aeroport të Rinasit. Dhe aty luftë klanesh është. Luftë klanesh është dhe aty sepse të dy persona që u vranë, dhe mua më vjen shumë keq për çdo një tjetër një zore të humbur, ta njerëz që kanë shkel ligjin do të jenë burg, të rehabilitohen edhe të kthehen prapë në shërbim të Shqipërisë, komunitetit, por jo të shkojnë në përvare. Në momentin që thash, ta dy persona ishin, njëri kishte mbështetur Ervin Hoxhën, tjetri Blendi Gonxhën. Tani Ervin Hoxha nuk është më ministër. Blendi Gonxhës i ka rënë pushteti. Pra një grup më i fuqishëm në PS arrit të realizonte këtë vrasje për të thënë që jemi ne sot dhe ne u shfarosim. Lufta thash është bërë e jashtëzakonshme dhe nuk ka më ku të shkojë sepse edhe tensioni në popullat është jashtëzakonshëm. Përveç se këta kanë hallin e njëri tjetrit që mund të eliminojnë njëri tjetrin, por Shqipëria ka ardhur në një pikë ku njerëzit janë aq tensionuar sa një fije shkrepse mjafton dhe këtu shpërthen luta civile e dytë. Në këtë rast, cili emër mund të jetë nga radhët e socialistëve që mund të zëvendësonte kryeministrin Edi Rama? Po, shikoj, thash, Arion Braçe është një person që është më partijak, është më pranë PS sepse nuk është te rilindja, si pavarësisht se edhe ai është përfshirë në rilindje, por gjithsesi tash për ne askush nuk e meriton të jetë pasardh si Ramës, por duhet një qeveri teknike që të përgatisë zgjedhje parakohshme. Është një pushtet i dal nga votat e vjedhura. Nuk është një pushtet i fituar me votë të ndershme. Pra zgjedhjet nuk janë njohur as nga OSB Odiri, ne i kemi denoncuar gjitha, kemi mbledhur fakte pafund, i kemi denoncuar javë pas jave, ditë pas dite, dhe në fund OSB-ja deklaroi që zgjedhjet janë të manipuluara. Pra, është certifikuar vjedhja, jo pushteti i Partisë Socialiste. Kështu që asnjë emër për ne nuk është adapt për të qenë kryeministër. Po sa i përket lëvizjes së kryeministrit Edi Rama për ta çuar çështjen e Belinda Ballukut në kushtetuese, si lexoni këtë veprim të kryeministrit Edi Rama? Është thjesht një përpjekje e fundit për të mbrojtur Belinda Ballukun apo do t'ja lërë topin institucioneve të drejtësisë? Absolutisht jo, Rama nuk e do me Belinda Ballukun. Thjesht Rama po fiton kohë, e thash dhe më herët. Por ky është një grush shteti. Pra, nxjerr Baton Haxhiun, ky nxjerr Sokol Ballën, ish burrin e Belindës për të thënë që po kthehemi në Republikën e Prokurorëve, ndërkohë që jo, masa është e drejtë, nuk ka asnjë shkelje ligji aty. Thjesht Rama do të bëjë një grush shteti për të mbajtur pushtetin e vet dhe po jep urdhri që urdhëroi Angela Gaçin shkon në gjykatë kushtetuese, po jep kohë Belindës që të mos revoltohet, pra unë po të ndihmoj ty, që edhe thash Belindës t'i bjeri nervi i madh që ka, të dorëzohet. Pra, kur pacienti mëson që është sëmur, e para është reagimi. Pastaj është pjesa e pranimit. Të njëjtin gjë po tenton edhe Rama, siç ka tentuar edhe me Erion Velin dhe me tjerë, po tenton edhe me Belinda Ballukun.
Kështu që është thjesht fitim kohe dhe një tentativë për grush shteti, që të mos njohë vendimet e gjykatës. E ka bërë dhe me Olta Xhaçin se ka njohur vendimin e gjykatës shtetësuese. Do ta përsërisi dhe me Belinda Bollukun, por jo për Belindën, për të shpëtuar lëkurën e vet, sepse Rama e di që shumë shpejt do jetë i pandehur. Thash, e ka nisur të gjë duke u tallur me Trumpin, sepse nuk është se bëri një herë, bëri 2-3 herë. Dhe tani po tenton këtë gjë, por thash është thjesht një tentativë e dështuar e Ramës për të marrë kohë dhe për të zgjatur disa ditë pushtetin. Por që edhe Rama do pranoi shumë shpejt dorëzimin e vet. Kur thoni që Rama do merret i pandehur, keni parasysh një lëvizje të pavarur nga ana e SPAK-ut kundrejt kryeministrit, apo ka një kërkesë nga ana e institucioneve amerikane apo administratës së Donald Trump për të goditur pikërisht aty ku është pika më nevralgjike, po themi e mazhorancës që është kryeministri Edi Rama? Shikoj, në këtë situatë që jemi, do duhet të ishte një lëvizje e vet prokurorisë speciale. Por në këtë situatë ku jemi, ku kemi të bëjmë me një organizatë strukturar kriminale. Pra kjo organizatë që drejtohet nga Edi Rama po rrezikon edhe stabilitetin e Europës, sepse ta planifikonin të vrisnin kryeprokurorin e Brukselit. Pra të destabilizonin Belgjikën. Po duke destabilizuar Belgjikën, mund të destabilizojë pjesa tjetër e Europës. Pra, në këtë pikë ku jemi dhe me kaq pak njerëz sa kemi dhe me kaq varfëri të madhe që kemi, pa një dorë të huaj është e vështirë për të ndryshuar. Kemi të bëjmë me kryeministin i cili i thotë, kujdes se ju vras. Kemi të bëjmë me një person i cili fillimisht ka thënë hëngshi kokat e një tjetër, pa ka një mendësi kriminale. Kemi të bëjmë me një person i cili na konsumon lëndë substanca psikotrope. Këto substanca psikotrope i konsumojnë njerëz të cilët janë të paaftë të menaxhojnë veten e vet. Për këta njerëz bëhen të rrezikshëm kur humbasin pushtetin sepse nuk e kontrollojnë vetën. Pra në këtë situatë ku jemi me këtë person që kemi të bëjmë, pavarësisht se është frikacak, nuk ka diskutim që është super frikacak, por është një person që nuk e menaxhon dot veten dhe normalisht ka nevojë për ndihmë nga jashtë. Është pa mundur në një vend kaq të vogël që të dali një, po them, Superman apo një buri hekurt edhe të bëj drejtësi në këtë vend. A mendoni se vendosja nën sanksione e familjes Hysa, ku njëri prej tyre, pra luftar Hysa, u takua me kryeministrin Edi Rama në zyrën e këtij të fundit dhe më pas administrata amerikane vendosi nën sanksione duke qenë se dyshohet për bashkëpunim me kartelin Sinaloa në Meksik. Në këtë rast, a mendoni se kjo është pika fundore ku Edi Rama, po themi, e ka mbushur kupën në raport me Shtetet Bashkuara të Amerikës, përmendim këtu edhe dosjen e Charles McGonigal në korruptimin e ish agjentit të FBI-s? Rama e ka mbushur kupën, domethënë që me financimi për të marrë foto me Obamën, në bindjen time, por ka bërë aq shumë krime edhe në Shtetin Amerikan, saqë nuk ka më ku të shkojë. Por agjenda e zotit Trump, për fatin tonë të mirë, është agjenda e dur sepse është kundër terrorizmit, është kundër narkotrafikut, është kundër komunizmit, edhe kundër sorosizmit. Pra, Rama po shkon me agjenda për shkatrimin e familjes shqiptare. Dhe kjo është një politikë që shkon kundër zotit Trump. Ose asaj që thotë zoti Trump ka vetëm mami dhe babi. Pra, ka vetëm 2 gjini, thotë zoti Trump, ndërkohë që Rama thotë janë 72 gjini. Zoti Trump thotë të luftojmë narkotrafikun dhe po i çon në ndecën edhe luftaniet Venezuelës për të arrestuar Maduron. Zoti Trump po thotë do luftojmë narkotrafikun, ndërkohë që Rama është bërë kreu i trafikut, i narkotrafikut. I ka dhënë gjithë portin e Durrësit organizatave kriminale. Nuk ka asnjë organizatë kriminale të ketë portin e vet. Është në Shqipëri kjo gjë. I dha kazino luftar Hysës dhe si del të i bën avokatin, thotë që si thotë ngeli Sinaloa për të pastruar parat me një hotel me 100 dhoma, me më pak se 100 dhoma, po jo, nuk është hoteli, nuk është dhomat. Është kazinoja që mund të pastrosh edhe 1 milion, 2 milion euro në natë. Mund të pastrosh 30 milion, 50 milion euro në muaj. Mund të pastrosh 100 apo 200 milion euro në vit. Sepse do i thuash organeve tatimeve apo organeve legislatuese që erdhën dikush, disa njerëz nga emigracioni, luajtën shumë më dha parash këtu, dhe ja ku janë fitimet. Pra, ky ka bërë avokatin. Nga ana tjetër, luftar Hysa tha, vajta për një libër, Rama tha erdhi për kazino. Dy njerëz për një takim kanë versione të ndryshme, prokuroria duhet i marrë pandehur ta njerëz. Por që me kaq
burime sa ka spaku, një pjesë janë të kontrolluar gjithë nga Rama, një pjesë janë të kontrolluar nga Rama, po vjen gradualisht kjo punë, por që gjithsesi thash fundi i Ramës është shumë pranë. Domethënë, nuk e mbyll 6, por ndoshta s'ka pas pranverë me 2026. Erges, dhe i pyetje fundit, çfarë pritet të ndodh me protestat e opozitës që ditën e hënë rinisin sërish? Opozita do të vendoset para kryeministrisë apo thjesht do të jenë protesta një herë në javë? Është deklaruar që do të jetë e njëjta skenar me protestat e bashkia. Pra çdo javë, ditën e hënë do të jetë foltore para kryeministrisë në bulevard deri në dorëzimin e Ramës dhe të Ballukut. Po Balluku e mori rrugën, shumë shpejt do shkojë Rama pasaj. Zoti Berisha ka më shumë eksperiencë dhe ka parashikuar një kohë pak më të gjatë, por thash siç e shohim sot, situata po i precipiton Ramës shumë shpejt dhe ndoshta fundi i Ramës do jetë më i afërt nga ç'kishte parashikuar zoti Berisha. Erges, unë të falenderoj që ishit në Agora News. Ju falenderit juve shumë. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.